përfitoj nga ndryshimi i masës sigurisë zonja Karçanaj, edhe pse nuk është zbardhur vendimi i plot nga ana e gjykatës së lartë, nga vendimi unifikues ku ndryshua masa e sigurisë për shembull nga arrest shtëpie në detyrim paraqitje. Po, dhe me të njëjtën logjik mendoj unë duhet të ndryshohet, pra zonja Karçanaj do ta shikojmë vendimin e gjykatës së lartë, po unë mendoj që gjykata e lartë është referuar këtij vendimi. Nuk besoj se gjykata e lartë e ka anashkalu këtë vendim dhe e ka argumentuar vetëm mbi bazën e praktikës së mëparshme të gjykatës së lartë apo të gjykatave të më të ulta. Kështu që njësoj si për zonjën Karçanaj, duhet të kishte ndryshime edhe për personat e tjerë të cilët janë paraqitur me kërkesa në gjykatën e lartë me rekurse. Ky është mendimi im dhe nuk shoh asnjë pengesë nga gjykata e lartë që të krye pikërisht të, pra të zbatoj vendimin e vet dhe t'u japi qytetarëve atë që meriton. Nuk duan tolerime, nuk duan asgjë qytetarët për te ligjit, t'u japi çfarë ju takon sipas ligjit. Ndërkohë, vendimi i gjykatës së lartë pritet që t'jepet sot për rastin Velia. Kjo do të ketë një ndikim për shembull për të frenuar në pas paraburgimet ku shifrat janë njësoj alarmante në vendin tonë. Madje edhe në 2-3 muajt e fundit kemi po të njëjtat, le të themi, shifra ku shumica janë arrest me burg. Unë mendoj që po, që ky vendim do ndryshoj qasjen se si gjykatat do mbajnë për qytetarë të ndryshëm të cilët paraqiten për masë sigurimi. E thash dhe më herët, jo vetëm ky vendim, por duhet kishte filluar efekti nga momenti që u shpall vendimi unifikues i gjykatës së lartë. Pra, ai vendim duhet ishte për çdo qytetar, për çdo prokuror, për çdo person që shkon para gjykatës për të kërkuar një masë sigurimi dhe orientimi duhet ishte pikërisht mbi atë vendim, sepse është një vendim detyrues për gjithë gjykatat më të ulta. Dhe vetë fakti që është një vendim detyrues, çdo avokat duhet i referohet tashmë në momentin që bën një kërkesë për zëvendësim mase. Çdo prokuror i cili bën një kërkesë fillestare për masë sigurimi duhet i referohet këtij vendimi, mendoj unë. Njësoj sepse është një vendim i 2011-s, tjetër është bërë ndërhyrje mbi atë vendim të 2011-s. Kjo është e logjika e gjykatës. Dhe efektet duhet i japi të menjëhershme dhe duhet fillojnë që nga ky moment. Nuk ka pse të pritet, nuk ka asnjë arsye ligjore, mendoj unë, që të pritet. Ndërkohë që përveç këtij rekursi që ne e përmendëm, por thamë edhe pak më herët, kushtetuesja tashmë dihet që ka rikthyer në gjykatën e lartë një tjetër kërkesë për liri të Veliajt. Në rast se merret një vendim sot, bie ajo për shembull e dyta? Nëse është kërkesë për masë më të lehtë se sa çfarë do japi gjykata, mund të shndrojë. Nëse është kërkesë për masë, gjykata sot jep masë më të lehtë, për shembull nëse kërkon detyrim paraqitje dhe vendoset sot detyrim paraqitje dhe kërkesa tjetër ka qenë për arrest në shtëpi, se nuk e di se çfarë kërkesë është, atëherë mendoj që në rastin e dytë, për këtë që thash unë, ajo kërkesë bie, se nuk ka më sens, në momentin që ndryshohet masa sigurimit, atëherë kërkesat e tjera që janë bërë për lehtësim të kësaj mase nuk kanë më asnjë vlerë. Por e rëndësishme është të jepet qëndrimi i gjykatës, që do të thotë si do trajtohen gjithë qytetarët për masat e sigurimit, kush janë kriteret, si vendoset masa më e rëndë arrest në burg dhe pse nuk vendoset kjo masë, por vendoset masat e tjera. Kjo është shumë e rëndësishme. Rama, i dim pyetje të fundit. Në rastin konkret të zotit Veliaj, për shembull, në mënyrë